Faleminderit gjithëve për këtë mikpritje të përzemërt këtu në konakun e Zekës. Jemi shumë të nderuar dhe të mbëzuar që ndodhemi në mesin tuaj dhe aq më tepër që e kemi një ditë të veçantë sot, kur edhe formalizojmë bashkimin ton për të mirën e Drenasit e të Drenicës, për të mirën e shtetit Kosovës edhe të kombit shqiptar. Na jemi të interesuar me krejt çfarë dimë mundemi t'ju ndihmojmë dhe të përparojmë në çdo aspekt, edhe sa i përket punësimit, edhe sa i përket vlerave të luftës shqiptare, edhe sa i përket mirëqenies së familjeve, edhe sa i përket arsimit të shëndetësisë. Padyshim që do t'i kemi në fokus këto 3 fshatra, që të kje administrator, pra 2 poklekat edhe Vasiljev. Faleminderit shumë Zekë për këtë bashkëpunim që veç sa po ja fillojmë, edhe më lejo që në këtë rast unë si kryetari i lëvizjes vetëvendosje me ta dhënë kartelën e antarësisë. Shumë faleminderit. Miratorit, proshmenir, fitoshit, si u shgenjer, po ju kam zë, jam një Zek, një njeri thjesht, po kam në kontribu dhe të shtrimin e fundit. Shumë Shumë faleminderit.